Strugën e fitoi kandidati i pavarur Mendi Qyra me diferencë prej 537 votash ndaj kundër kandidatit të AKI-s Arsim Dalipi. Qyra mori 12.490 vota, ndërsa Dalipi 11.953 vota. Mbrëm pas mbylljes së vendvotimeve te shtabi i Qyrës u mblodhen simpatizantët për të festuar. Kryetari Qyra u zotua se do të përmbush premtimet e dhëna në 5 shtylla për mandatin e marrë. Falenderoj për krahasit, koalicionin qeveritar. Falenderoj të gjithë qytetarët të cilët u angazhuan për punën, për rezultatin që dham. Shpresoj që do futemi në histori siç filluam me ndryshim, do të futemi në histori me sukseset 4 vjeçar që të mbahet mend për 20 deri 30 vjet historia 4 vjeçare. Sikur se Qyra, ashtu edhe kandidati Dalipi falendëruan mërkimtarët, të cilët udhëtuan posaçërisht për të ushtruar të drejtën e tyre demokratike në vendlindje. Kandidati i AKI-s për strugën i uroi fitore Qyrës. Faleminderit për 11.953 vota. Ne korëm një fitore të thellë në mbi 90% të vendbanimeve me shumicë shqiptare, por nuk mjaftoi që të arrihet qëllimi përfundimtar. I uroj fitoren kundër kandidatit Mendi Qyra dhe shpreh dëshirën që të punoj për të mirën e qytetit ton, Strugës. Në 101 vendvotimet ku me të drejtë vote ishin 62.711 qytetar, dalja ishte 20.93%, përkatësisht 10 dolën për të votuar 25.665 qytetar. Sipas KSZ-s 1.222 vota të pavlefshme kishte në strugë. Qyra do të zëvendësoj kryetarin e BDI-s në largim Ramiz Merkon, i cili ishte në krye të qytetit për 4 mandate.